apartheidit, dhunës, represionit, vrasjeve, mungesa perspektives ishte bërë për dishmëri për secilin njeri të Kosovës pa dallim dhe, si thuash, momentin e iniciatives nuk mund ta shpjegojmë, sepse është i natyrshëm dhe studentët rinia e kuptoj më së miri, sepse ne kemi shtruar pyetjen, kemi mbaruar fakultetin juridik, ekonomik, apo shkenca politika, apo të gazetarisë, dhe çka më tutje. Se kur mbaron diplomen, asaj diplome ti duhet ta vesh në funksion të nëse është karrierë. Karrierës, zhvillimit personale, mirëqenjes personale, familjare, e tjera. Dhe më thënë, për me kuptu më së miri, sepse edhe gjeneratët e reja ka njëherë nuk mundën me kuptu se kretë që ka qenë gjendja. Natyrisht, prindët të tyne u kanë refyja dhe librat e historisë tonë flasin e tjera. Shqiptarët ishin si hebrenjët. Për me kuptu pozicionin e shqiptarit Kosovës atë kohë, është mirë me i pa filmat e nazizmit, nazizmit dhe hebrenjët. Absolutisht, ne ishim hebrenjët e ish Jugoslavisë. Dhe kjo ishte, dhe më thonë, ideja nuk ka qenë lehtë për shkak se disi ishte topitur ajo krenaria shqiptarëve, ajo iniciativa, ajo ndjenja për sakrificët se shqiptarët e kanë pas historikisht, sepse ju e dini, historikisht shqiptarët që nga periudha Skënderbeut e kështu me radhë, vitin që në 12 lufta balkanike, pare, lufta dytë botërore, edhe në kuadrët Jugosllavisë socialiste, shqiptarët nëse kanë arrit të realizojnë diçka, kanë arrit përmes trimërisë, përmes sakrificës, përmes vetë sakrificës, jo krejtësisht përmes rrugëve institucionale, akademike, e tjera. Po ishte periudhë ku ishte topit, ishte ndryshk, ajo farë identiteti, personaliteti, vullneti, dhe në ambientin e Kosovës e shqiptarët mbretëron të një frikë jashtëzakonisht e madhe. Për shkak të kësaj, çush nisi? A ishte proces apo ishte veç një ide që dikujt i rollin mendje dhe pastaj nisi të shpërndaj gjithandej në për student? Do më thonë, jo, ajo është, kanë qenë fakultet juridik, unë kam qenë kryetari një student fakultet juridik, bujari i fakultetit filozofik, zoti Mavra i fakultetit ndërtimtari dhe arkitektur. Ne jemi njohër, dhe më thonë, me qenë se kemi qenë aktiv në organizatën studentore dhe për nga debate, diskutimet të cilat i kemi bërë në forumet e organizatës studentore në universitet, kemë filluar që të ndryshojmë për aty në tjerëve të cilat ishin paranesh. Dakor, gjithkush ka pas